Sonte fillon Selam Fest 2026 dhe zgjat deri më 26 korrik. Në Prizren që nga viti 2019, ky tashmë është festivali i tretë i radhës, i cili organizohet si event kulturor artistik fetar Selam Fest. Prizreni do të jetë një koqëri edicionit të radhës të Selam Fest 2026, i cili nisë sonte më 24 korrik dhe do të zgjasë deri më 26 korrik 2026, duke sjellur 3 mbrëmje me përmbajtje fetare, kulturore dhe artistike. Mbrëmja e parë sonte zhvillohet nga ora 20:40 minuta deri në orën 22:10 minuta, me një program të pasur që nis me hapje solemne. Vjet po organizojmë festivalin Selam Fest. Për herën e parë kemi pas në vitin 2019, edicioni i parë, edicioni i dytë ka qenë në vitin 2023. Ky është edicioni i tretë në fakt. Dhe është një festival, mund të them, tipik që ka për qëllim, ka për synim promovimin e vlerave tona tradicionale, folklorike, pak kulturë, pak relaksim, pak argëtim, pak shkencë. Dhe në këtë mënyrë po mundohemi që në këto ditë të nxehta të verës, sadopak të kemi disa mbrëmje relaksuese në shërbim të qytetarëve të komunës tonë dhe më gjerë, po edhe në fakt është një kthim ka vetvetja se Selam Festi është festival tipik që ne mendojmë se konvergjon plotësisht me identitetin tonë fetar dhe kombëtar. Me që po flasim për periudhë të mbrëmjeve verore, ideja si vjet është më shumë që të ofrojmë relaksim. Prandaj edhe kemi propozuar disa emra të njohur që publiku i ka perceptuar dhe i dëgjon thuajse në baza ditore shpesh. Por krahas këtij relaksimi jemi kujdes që të ofrojmë edhe ligjërata frymëzuese, motivuese, me përmbajtje të një edukimi të qytetarisë aktive, po dhe në përgjithësi ku do të vendoset akcenti atë për vlerat tona familjare, tradicionale. Pra e kemi si fokus edhe relaksimin, po edhe ligjërata të ndryshme frymëzuese, si edhe do të kemi recitale, monologje prej fëmijëve, prej nxënësve të mektebit, të cilët do të shpërfaqin talentin e tyre, pririn që nesër të janë ata artistë e aktorë të mirë të skenës. Kryemami Erhan Bislimaj për mikrofonin ton tha se ky është edicioni i tretë dhe ka për qëllim që të sjellë vlera të veçanta folklorike, kulturore, si dhe shkencë, dhe në këto ditë të nxehta vere të kemi pak momente relaksuese. Por me këtë rast duhet të organizojmë panairin ushqimor kermes dhe të ftojmë të gjithë ata që duan të sjellin specialitetet e tyre dhe të gjitha këto shkojnë për fundet e mirëbesimit, tha ai. Këshilli organizative ka parapos që në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend të organizohet edhe panairi i ushqimeve apo siç e themi kermez. Prandaj krahas Selam Festit, në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë është edhe panairi i ushqimeve, ku mualimet e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit i mirëpresin të gjithë të interesuarit që dhe i shërbejnë me produkte nga kuzhina jonë tradicionale. Bile me këtë rast shfrytëzojmë rastin edhe të ftojmë gjithë ata të cilët dëshirojnë të ofrojnë produkte të tyre, gatime nga kuzhina tona tradicionale, mund t'i dërgojnë te kermezi, te panairi i ushqimit, dhe mjetet e grumbulluara do të shkojnë edhe kryesisht për fondin e organizimit të mësimbesimit pra të mektebit, po edhe për projekte bamirësie. Publiku do të ketë mundësi të ndjekë edhe monologun Ne jemi ti, të interpretuar nga nxënësi i mektebit Suhejl Berisha, si dhe performancën artistike me këngë dhe ilahi nga Nusret Kurdeshi. Unë mendoj që Selam Festi ka një dimension kulturor paksa më ndryshe kundrejt organizimeve, festivaleve të tjera që po i servohen qytetarëve të komunës së Prizrenit. Thënë të drejtën, ne ashtu siç i përshtatim ngjyrat
në festat tona kombëtare kur i kemi, për shembull për 28 nëntor apo për 7 më shkurt, po ashtu edhe festivalet që organizohen e që plasohen në publik duhet të jenë kompatibil në konvergjencë plot me identitetin tonë, edhe fetar, edhe kulturor, edhe familjar, edhe qytetar, edhe kombëtar. Mendojmë që qytetarët duhet ta përcjellin Selam Festin e ta ndjekin, sepse aty përveç aspekteve vlerore nuk ka të gjëra tjera asgjë. Për dallim që shumë festivale na kemi ngritë edhe si shqetësim herave viteve të kaluara, disa festivale që janë transmetuar këtu në publik kanë qenë më spaku që mund të themi kanë qenë kulturor, e më mirë që mund të themi kanë qenë nëpër masa të degenerimit. E Selam Festi është një fytyrë tjetër. Është autoktone, origjinale, është festival i yni, prodhim vendor i qytetit Prizrenit.